Unë mendoj për skendin politike në Kosovë, për fatën e Kosovës vetë për proceset politike dhe historike është mirë që vetë vendosja ka vendos me hyrë ngarën parlamentare edhe duhet me uru që mu ba pjesë e parlamentit të kuvendit Kosovës dhe që me pasë rol të rëndësishëm në qeverisi ose në opozit, sepse është një opcion në spektrin politik për cilin ka nevoj Kosova dhe varësisht prej kushteve historike mund tjetë opcioni cili shtyn opcione tjera ose forë që shtyn forca tjera ose mundet me qenë edhe forcë lëvizse po edhe forcë udhëhecëse, varësisht prej gjendjes edhe prej asaj se si vlerësohet në popull dhe në kontekstin ndërkombëtar opcionet e saj asaj janë në harmoni me atë vizionin historik, të themi edhe global, po edhe kombëtar edhe shtetar. Si vetëvendosje është lëvizje, kanë konsideru vetë është vullneti tyre që mos me qenë parti politike, kanë llogarit që si lëvizje fushveprimin e kanë më mirë dhe bashkëbisedimin me popullin më mirë dhe komunikimin me elektoratin edhe me tjerët e kanë matlete dhe hyrën dalën në antarve dhe për krahjen. Do me thonë këtu është ai dallimi i lëvizjes prej partisë. Partia ka një skem pak ma ndryshe edhe të vendimarrjes edhe strukturës së brendshme dhe tash ky subjekt politik dallon prej gjithë subjekteve tjerë dhe mundet ose për shembull dëshiroj ose që thonë në uroj që ky koncept i tyre në momentet caktuara të jetë koncept vendimtar, sepse në ballafaqim të ideve është edhe përjetësimi i praktikave. Dhe unë mendoj që në këtë fazë, si sugjerim analitik, është që ti potencojnë dallimet me subjekteve tjera, që t'ja mundsojnë elektoratit që të zgjedhë. Konkretisht, karakteristikën themelore kanë në vetëvendosje, në aktin e vetëvendosjes, mendojnë që nuk është konsumu, do të thonë është një elaborim politik historik dhe mendojnë që as më parë është manipulu dhe nuk u konsumu drejt. Këtë pështru çështje konkrete, po qëtashtë është pyetja të shpjegimi i kësaj, për atë është ky elaborimi dhe çështja e bashkimit. Do të thonë këto janë dy karakteristika që dallojnë prej tjera dhe tash pas jemi edhe në fushat kem nevoj për elaborim konkret të vetë aktit vetëvendosjes dhe të fazave të tij dhe të bashkimit. Si filozofi kombëtare të ndërtimit të shtetit. Po, më mendoj se atë e fillova që lëvizja vetëvendosjes është më shumë se një subjekt elektoral, pra është një filozofi dhe një mendim edhe universal që integron gjithë filozofinë perëndimore dhe gjithë konceptet i bën të mundshme të vihen në lëvizje, edhe tek shqiptarët. Dhe e dyta është se përfaqëson një vullnet dhe një mendim ose filozofi autentike dhe të lirë shqiptare. Domethënë, ajo që momenti ku shprehet kjo është pikërisht tek vetëvendosja dhe tek bashkimi, që është një moment i mirë për të treguar pikërisht të mundshmen dhe të pamundshmen, po e them me zhargonin ton profesional, në shoqëri, në histori dhe në politikë. A është i mundshëm bashkimi kombëtar apo na imponohet gjithmonë nga faktori ndërkombëtar, siç edhe filloi Shkëlzeni ta thotë, na imponohen vendimet nga ndikimi ndërkombëtar. A është në gjendje ajo që thash ta bëj historinë, kohën dhe madje botën që ja përshtat masës shqiptare, apo ne duhet na bëj historia siç edhe shpesh e potencojmë, kështu na erdhi historia. Unë nuk do të largohem në teorizim të pafundme për të mundshëm, pamundshëm në historinë politike dhe në shoqëri, po do të marr vetëm kohën që ne kemi jetuar në Kosovë nga 80-nishi e këtej. Çka është e mundshme dhe e pamundshme? Dhe unë them se një nga mundësitë që ajo që duket e pamundshme, bëhet e mundshme është vullneti i një populli. Vullneti është njëkohësisht qëllimi dhe mjeti i realizimit vetës si qëllim. Kur ka qenë vullneti, e kemi arritur. Tani, eksperjenca jo, 80-nishin. Nga treguesit empirik që përdor shkenca politike të Morgenthau të këtej, për të matur fuqit, kur u kërkua Republika, asnjë nga mundësitë nuk dukej për ta realizuar. Dhe të gjithë udhëheqja atëhersh më thoshte kjo është një aventurë, sepse Jugosllavia është e privilegjuar bllokë më e fuqishme atje. U pasë kur vullneti popullit ishte dhe u bashkuan të gjithë me këtë kërkesë, ajo është ka përcyer tani, ishte e mundshme dhe ka përcyer.
erdhi momenti i LDK-s që kërkonte pavarësinë e Kosovës dhe e gjithë bota ishte kundër sepse ishte për ujtjen e Jugosllavisë deri gati nga mesi i 90-tave. Por kur u pa vullneti i gjithë popullsisë, që ishin me LDK më këto, bota erdhi tek vullneti shqiptar. Po, tha pavarësi me kusht, në rrugë paqësore demokratike. Kur doli UÇK-ja, të gjithë ne kapëm kokën me dorë se na prish me botën. Se bota është për rrugë paqësore demokratike, këta fillun luftën të ta humbim, s'kemi asnjë mjet, asnjë armë, tjerë. Galbarti e shpalli terroristë organizatën dhe pak muaj më vonë bota ndryshoi qëndrimin dhe u pasi UÇK-ja hyri vetë në luftë. Për sot, prandaj po vi, 2004 ishte ende teza ndërkombëtare botërore, standardet para statusit. Ndodhen disa ngjarje, u përmbys teza botërore, statusin para standardeve. Tani, bota thot, bisedime me Serbinë teknike parapolitike. Qëndrimi botës mund të përmbyset prapë në qoftë se shohin se vullneti shqiptar dhe janë të bashkuar rreth këtij vullneti për të filluar i herë bisedime politike pastaj teknike. Bota mund të jetë tani kundër bashkimit kombëtar, por në qoftë se shihet se ky është vullnet i shqiptarëve, bota do ta ndrojë prapë qëndrim. Ky është momenti i bërjes historisë siç e kemi bërë edhe në të kaluar. Pra nuk i zhbën të kaluar, përkundrazi është vijim i të gjitha këtyre traditave të realizimit vullnetit shqiptar për të vendosur vetë dhe për të arritur qëllimin e shpallur në shekujt. Kjo është sa i takon, a mund ta ndryshojmë botën apo bota na ndryshon gjithmonë, apo këtu ka një bashkëveprim ku midis vullnetit shqiptarëve dhe vullnetit botëror që mund ta ndryshojnë njëri tjetrin. Në fundit, në qoftë se ne mendojmë se bashkimi duhet të arritë në një mënyrë të nxarë duke mos e shpallë qëllimin, siç e fshehin shumë, nuk duan bashkim Shqipëri të Madhe e tjera, duket sikur qëllimi ynë është i dënueshëm dhe duhet ta bëjmë të fshehur pa shpallëshëm. Prandaj vetëvendosja e shpallëshëm është vullneti autentik dhe i lirë shqiptar që duan vetëvendosje dhe bashkim. Ne mendojmë që e dim ose opinioni e din dhe zakonisht nuk bisedohet as në biseda zakonshme, ama një elaborim pse kemi nevojë për bashkim. Cilat mirat e bashkimit? Unë kësaj du t'i bi shkurt, pak para se të ndote pavarësia e Kosovës, përgjigjen e ka pas dhënë Oto Vajç. Ai tha mua më prish punë pavarësia e Kosovës se ma prish ekipin kombëtar shqiptar. Sepse ata pastaj munduarin lojtarët se krijojnë kampionatin e vet. Nuk besoj se duhet shumë elaborim pse bigger is better. Duhet të them në kuptimin më i madh si komp, më i madh si potencial ekonomik, më i madh si mundësi intelektuale, si përzgjedhje e talenteve që konkurrojnë e tjera, të gjitha këto mundësi rriten në një komp të madh, autoritetin ndërkombëtar i një shteti më të fuqishëm rritet, një farë balancimi në afërsinë e potencialiteteve të shteteve në Ballkan vendoset dhe kështu qetësia ka mundësi të ruhet, sepse ne shpesh jemi bërë gati shkak i trazira në Ballkan me dobësinë tonë. Duke qenë shumë të dobët, gjithmonë kemi nxitur orekset e tjerëve, të cilat pastaj u kemi rezistuar. Po. Vazhdojmë debatin me ju Imer. Goxha shumë në teori, po duhet kalojmë me në çështje më praktike, ndoshta ish kanalizuar debati pak më mirë. Sa i përket lëvizjes së ndosjes, të kthejmë atje te fillimi. Besoj që është rësi sa i përket qëllimeve të lëvizjes, gjithë janë të njohura për opinionin në Kosovë dhe më gjanë. Rësi është që po merr pjesë në zgjedhje, pavarësisht se normalisht edhe Xhelali edhe profesori e shohin si më shumë se lëvizje dhe gjithaj kuptoj ato, mirë po unë dua të konsideroj si një subjekt i barabartë në mesin e subjekteve të tjera politike. Kur dal me votu, do me konsideru si subjekt të barabartë. Më varet pastaj ajo më pëlqen ta zë mua personalisht programi juaj apo nuk më pëlqen programi i juaj. Profesori e përmendi në fakt këtë çështjen e bërjes historisë, domethënë qëllimi është me bë historinë jo me zhbë historinë, pak e elaboroj çështjen edhe në kontekstin aktual gjeopolitik, një pyetje ndoshta ose kërkoj një përgjigje në fakt rreth një deklarate të kryeministit aktual të Shqipërisë, i cili në një intervistë sot që u botua tha se kush mendon se bashkimi në Kosovë dhe Shqipërisë do zgjidhej çështja e shqiptarëve në Ballkan, ai ose gabohet ose dëshiron të nisë konflikt. Më intereson konkretisht për kalu pastaj praktikisht çështë është e mundshme kjo. E përmend anketimet e Gallupit, unë besoj që është vetëm një anketim i Gallupit dhe për këtë duhet referendumi për me pas se kush çka
mendon, ndërka çfarëmarrjet e referendumit janë disa pengesa tjera në sistemin e rregulluar politik në Kosovë. Për Xhelalin e kam një pyetje shkurt gjithashtu, u përmendën institucionet, u përmendën simbolet. Më intereson di se në çfarë mase lëvizja vendosje e njeh këtë shtet si një sistem politik dhe në çfarë mase i njeh këto institucione. Ju keni po merrni pjesë në këto zgjedhje, më intereson di se a është ky sistem politik i ngushtë për ju si lëvizje të konkurroni dhe të merrni pjesë në zgjedhje apo çfarë? Fillojmë me profesorin. Po, profesor. Tani normal që po të hiqet ky dimension vetvendosjes ajo kthehet si gjithë tjerat. Doan filozofia e saj po nuk besoj se ka subjekte elektorale pa një filozofi të vetën. Dhe në qoftë se ka të tilla ato janë ma subjekte elektorale, janë thjesht teknicien më trapazën politike. Kështu që asaj nuk mund të hiqet vetvendosjes filozofia dhe risia në mendim në mënyrë që të barazohet me të tjerat. Sepse originaliteti i saj të menduarit është edhe këto që thash që po shifen si befasi dhe jo si një mendim shumë i përhapur popull që të gjithë i dikan, që është e mundshme dhe se vullneti shqiptar na ka treguar se varet. Tani, konkretisht te deklarata Berishës. Deklarata Berishës është shembull i pra se si dallohen vetvendosja pothuajse nga të gjitha forcat e drejtësotme politike që janë në qarkullim në shkallë kombëtare gati dhe që janë të zëshme dhe në institucione. Kjo është e njëjta gjumë e Berishës e folur nga shqiptarët Maqedoni Parti që janë subjekt elektoral, këtu në Shqipëri që bashkimi kombëtar do të bëhet po në kuadrin e brenda Bashkimit Evropian. Ky është qëndrimi. Ky nuk është qëndrimi i vetvendosjes, kjo dallon rëndësisht prej tyre. Kjo është mënyra, ajo që ka thot Berisha është mënyra pikërisht për ta shtyrë si agjendë vonuar për më vonë Bashkimin Kombëtar, që është i mundur edhe tani. Si mundur pa konflikt, pa po lidhur me deklarata. Sapo e thash, në qoftë se vullneti shqiptar shprehet si vullnet bashkë është e mundur, por në qoftë se nuk shprehet si vullneti shqiptarëve, siç është shprehur gjithmonë vullneti shqiptar për pavarësi të përgjithshme, rrugë paqësore demokratike nuk është të thënë patjetër me luftë. Në luftë vetëm po hyrë NATO prap, dhe unë nuk jam kundër që aty edhe për bashkimin, jo vetëm për kaq, por është e mundur sepse e dim që është e mundur. Tani tek gjuha që po flitet. Brenda Bashkimit Evropian nuk bëhet bashkimi shqiptarëve. Teza e përhapur nga institucionet që thash flasin gjuhën e kundërt me popullin nuk qëndron. Nuk është e vërtetë se brenda Bashkimit Evropian kufit nuk kanë rëndësi. Brenda Bashkimit Evropian, gjithë ne që njohim Bashkimin Evropian, kufit vendosin gjithçka, përveç qarkullimit të lirë të njerëzve dhe disa mëra. Brenda Bashkimit Evropian kufit vendosin numrin e deputetëve që qohen në Parlamentin Evropian. Vendosin pas kufive. Alokimin e fondeve vendosin kufit. Këto paraj u anë Greqisë, jo u hodhën si karamele të pasën kushtimar. Kufit vendosin brenda Bashkimit Evropian hyrjen, daljen për i Bashkimit Evropian më vonë. Kufit vendosin veton, të drejtën e vetos, njohin ose mos njohet në shtet. Pra gjithçka vendosin kufit. Dhe ne themi prapë vazhdojmë pikërisht për ta fshehur mundësinë e realizimit të Bashkimit Kombëtar dhe kjo është një nga mënyrat që na ka bindur se kjo është e pamundur, duke folur këtë gjuhë. Kjo është krejtë. Po, vazhdojmë Xhelal me përgjigjen për deshta veç me shtu diçka. Lëvizja vetvendosje angazhohet për të fituar të drejtën për Bashkimin Kombëtar. Mos hyjmë në debat tash se a dëshiron sa dëshiron. Jo, po profesorët u duk më të paraqikues se po thotë se ne e dim që është e mundur. Nuk nisur nga anketimi, është e mundur. Nuk mundemi me anketime mu bazu se tash është burimi i mirë shkencor dhe unë vjen nga shkenca. Nuk kresh, edhe kolegët gjithë vinë nga shkenca, absolutisht. Ne nuk e kemi tash për tash është një anketim i gallupit që nesër mund të ndrojë. Është edhe një vullnet i shpallur historikisht në shekull mos hyn tani ka shumë tregues përveç nëse kthehemi prapë në histori, ne kemi një zhvillim tjetër politik për Shqipërisë. Jo, absolutisht. Jo për fajin tonë. Jo, se kemi tjetër. Të ndryshëm. Fatkeqësia është se të ndryshëm. Për shkak të rrethanave. Por në shkallë diçka. Po, pse. Të abstrahojmë një herë vullnetin në kuptimin e dëshirës. Po të bëjmë të drejtën për të deklaruar. Kjo është çfarë lëvizja vetvendosje kërkon.